Imami Katadeja, Allah mëshiroft, ka thënë: o ruajuni nga tekellufi, o ruajuni nga tanattu. Tanattu nënkupton që të i kalësh kufejt në fjalë dhe vepra. Të përdorësh nocionet të paqarta, të përdorësh shprehje të atilla, qoftë në fjalor, qoftë në shkrim, që nuk kuptohen nga masat e rëndomta. Pra, të thuash diçka që të tjerët e kanë vështirë që ta kuptojnë. Prej kësaj gjëje ka ndaluar Muhamedi alayhi salatu wassalam, nga se konsiderohet forme teprimit të urryer. Ka thënë 3 herë: halaka al-mutanatti'un, janë shkatruar ata që e teprojnë në shtrëngim. Janë shkatruar ata që e teprojnë në shtrëngim. Janë shkatruar ata që e teprojnë në shtrëngim. Pra, e ka përsëritur të gjë 3 herë për të na bërë me dije se vërtet ky gjest ose ky tipar, se kjo cilësi është e urryer dhe si besimtar ne duhet të largohemi prej saj. Kjo forme teprimit në fjalë, në shkrim, në vepra, sikur në rastin e parë, ka shembuj se si konkretizohet. Dhe për hir të së vërtetës, ndonjëherë shembujt janë shumë të ngjashëm me tekellufin, nga se edhe, siç e tham tash sa herë, janë shumë të përafërta me njëra tjetrën në domethënie. Është thënë se prej shembujve të tanattu'it, prej teprimit, prej shtrëngimit në çështjet fetare, është kur ne bëjmë adhurime që nuk janë fare të lehtësuara. Pra, bëjmë në emër të adhurimit atë që nuk është prej adhurimit. Është transmetuar një hadith që njihet si hadithi i Ebu Israilit, dhe në cilin qëndron se pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte parë këtë njeri, i cili ishte duke qëndruar në diell, ishte duke qëndruar në këmbë, nuk fliste me askën dhe ishte agjërueshëm. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: çfarë është puna me këtë njeri? Tha: ja Rasulullah, ky ka vendosur që në emër të adhurimit të veproj kësaj. Të gjitha këto veprime me përjashtim të agjërimit ishin jashtë vendit të tyre, ose, siç përmendëm edhe më parë, jashtë atyre kornizave fetare. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha që urdhërojeni të hyj në hije, le të mos qëndrojnë në diell, nga se nuk ka arsyetim. E dyta, të ulet, nga se nuk është në namaz që të falet. Prandaj përderisa nuk është në namaz, qëndrimi në këmbë nuk i llogaritet ibadet. E treta, që të flet, nga se përderisa nuk është në namaz, atëherë heshtja nuk ka nuk është adhurim. Dhe e katërta, duke qenë se agjërimi ishte në vendin e vet, tha le të vazhdoj me agjërim. Pra, i vetmi adhurim që ishte në kuadër të atyre suazave të pranuara ishte agjërimi. Andaj le të vazhdoj me agjërim, dhe gjitha ato adhurime tjera, që ato veprimet, thënë më mirë, që i bënte në emër të adhurimit, të largohej prej tyre, nga se ato nuk i pranohen si adhurim.